Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala al-jami' al-anbiya ilahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Për sot, inshallah, tema jonë do të jetë cilat janë arsyet e largimit të njeriut nga Allahu. Në ajetin 152 të surës Bekara, Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurukum washkuru li wala takfurun. Më kujtoni mua që unë t'ju kujtoj juve dhe më falenderoni mua e mos i mohoni mirësitë e mia. Ky ajet i begat na mëson se marrëdhënia me Allahun ndërtohet mbi përmendjen dhe mirënjohjen. Kur njeriu e përmend Allahun me zemër, me gjuhë dhe me vepra, Allahu e përmend atë me mëshirë, udhëzim dhe ndihmë. Është nderimi më i madh për njeriu që të jetë i përkujtuar nga Allahu, krijuesi i tij. Po ashtu, ajeti thekson se falënderimi është çelësi i shtimit të mirësive, ndërsa mohimi i tyre, i mirësive pra, çon në humbje shpirtërore. Mirënjohja nuk është vetëm me fjalë, por me bindje, me durim dhe me përdorim të drejtë të mirësive të Allahut fuqiplot. Kujtimi, përmendja e Allahut na afron me të. Falënderimi i tij i ruan dhe i shton mirësitë, ndërsa harresa dhe mohimi na largojnë nga mëshira e Allahut. Sa më shumë ta përmendim Allahun, aq më shumë jemi nën kujdesin dhe përkujtimin e tij. Të dashur vëllezër dhe motra, Allahu nuk largohet nga njeriu. Njeriu është ai që largohet nga Allahu fuqiplot. Në ajetin 186 të surës Bekara, Allahu i madhruar thot: "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Kur robët e mi të pyesin për mua, unë jam afër, thot Allah. Ndërsa në ajetin 4 të surës Hadid, Allahu i madhruar thot: "Wa huwa ma'akum aynama kuntum, wallahu bima ta'maluna basir." Ai pra Allahu është me ju kudo që të gjendeni. Ai sheh gjithçka që bëni. Asgjë nuk i fshihet Allahut. Ndërsa në ajetin 16 të surës Qaf, Allahu i madhruar thot: "Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid." Ne jemi më pranë tij, për më pranë njeriu se damari i qafës së vet. Pra, sipas këtyre ajeteve të bekuara, Allahu fuqiplot është afër nesh. Ai është me ne kudo që të jemi. Ai shikon gjithçka që ne veprojmë, haptasi apo fshehtasi. Atëherë, pse ndodh që zemra jon ftohet? Pse lutja jon nuk ka shije? Pse ndjem zbrazti dhe edhe kur çdo gjë materiale është në rregull, pra kemi gjithçka të anës materiale, pse njeriu largohet nga krijuesi i tij, Allahu fuqiplot, përderisa Allahu ka qenë nga kaq afër, si isha thënë më parë duke përmendur ajetet e Kuranit. Arsyet
më të dukshme të largimit të njeriu nga Allahu janë arsyeja e parë, pakujdesia, pra gafleti. Pra njeriu është gafil. Angazhimi me jetën e kësaj bote dhe me kënaqësitë e saj e largon njeriu nga Allahu, duke sjellë ngurtësi të zemrës. Kurani na paralajmëron që të mos jemi të dhënë pas kësaj jete. Mos kapemi pas kësaj jete, sepse ajo është një kënaqësi mashtruese, siç thot ajeti 185 në surën Ali Imran. Wa ma al-hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur. Jeta e kësaj bote nuk është tjetër veçse kënaqësi mashtruese, thot Allah. Islami na thot se dynjaja nuk është problem në vetvete. Problemi është kur ajo, pra dynjaja, pushton zemrën e njeriu dhe bëhet më e dashur se gjithçka për ta në këtë jetë. Ajo që është më e rrezikshme është kur dynjaja arrin ta sundojë njeriu. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë, dynjaja është si qarpëri. Prekja e saj është e butë, por helmi i saj është vdekje prurës. Pra një lloj si prekja e qarpërit që është e butë dhe helmi i tij është vdekje prurës. E tillë është edhe dynjaja. Sa bukur që e ka krahasuar pra Imam Aliu këtë dynjan. Të dashur vëllezër dhe motra, çdo njeri e dëshiron kënaqësinë, rahatinë, pasurinë, famën në këtë jetë. Njeriu shpesh thot, sikur të kem pak më shumë para, pak më shumë famë, pak më shumë rahati. Por çdo dëshirë pak më shumë bëhet një hap drejt largimit të Allahut. Kur zemra mbushet me dynjan, në të nuk mbetet vend për Allahun fuqiplot. Profeti Muhammed, paqja e bekimet Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë, dashuria për dynjan është burimi i çdo të keqeje. Kur njeriu është i lidhur pas dynjas dhe bukurive të saj, ai fillon të justifikojë ato që ka ndaluar Allahu të veprojnë, pra haramet. Fillon të thot, nuk ka gjë se e bëj këtë mëkate për këtë gjuna, se Allahu fal. Dhe dal nga dal, lidhja e tij me Allahun do psohet ose shkputet. Arsyeja e dytë e largimit të njeriu nga Allahu është padituria për Allahun dhe për fenë. Ndër provat më të rrezikshme që mund të godasin njeriu apo që e kanë goditur madje njeriu në këtë kohë është padituria për çështjet e fesë së tij. Sheh njerëz që kanë marrë diploma të larta, të jetë në post të rëndësishëm, të zotrojë disa gjuhë, por nuk ka njohuri të mjaftueshme për krijuesin e tij, për cilësitë e tij, atributet e tij, për rregullat dhe ligjet e krijuesit. Nuk ka njohuri për profetin, për Kuranin, nuk di të marrë abdesin, nuk di të fal namazin, nuk bën dallimin mes kamatës dhe tregtisë dhe nuk e di çfarë prish për agjerimin apo haxhin apo zakatin e të tjerë. Është një padituri e frikshme në një kohë kur mjetet e dijes janë të shumta dhe e rrethojnë njeriu nga çdo anë, saqë dija fetare është bërë disponueshme nëpër rrjetet sociale. Njohja e dobët për Allahun dhe madhështinë e tij bën që në zemër të mungoj dashuria për Allahun. Dhe kur mungon dashuria për Allahun, njeriu largohet prej tij. Arsyeja e tretë është ndjekja e epsheve dhe dëshirave të pakontrolluara. Në ajetin 23 të surës Gjathije, Allahu i madhur thot:
A e ke para ato që ka marrë dëshirën e vetë, Zot të tij, e Allahu e ka humbur duke pasur ai dije dhe ka vulosur dëgjimin dhe zemrën e tij dhe mbi sytë e tij ka vënë mbulesë? Kush do ta udhëzoj atë pas Allahut? A nuk merr në këshill? Ky ajet i bekuar na flet për atë njeri i cili braktis rrugën e Allahut dhe ndjek dëshirat dhe epshet e tij. Ky lloj njeriu i përkushtohet dëshirës së vet dhe i nënshtrohet asaj, duke u bërë pra skllav i saj, duke e bërë pra dëshirën atë burimin të perceptimeve, gjykimeve, ndjenjave dhe veprimeve të tij. Duke qenë i tillë, ky njeri largohet nga Allahu. Arsyeja e katër janë vezveset e shejtanit. Shejtani është armiku i përbetuar i njeriu. Për këtë edhe Allahu ka thonë që shejtani është armik për ju, prandaj merreni atë si armik. Shejtani përpiqet ta shkatërrojë njeriu dhe ta largojë nga rruga e drejtë përmes mashtrimeve. Ndikimi i vezveseve të shejtanit në largimin nga Allahu është një nga shkaqet e mëdha dhe të rrezikshme që e largojnë zemrën dhe shpirtin e njeriu nga rruga e drejtë, nga rruga e krijuesit. Shejtani mbjell dyshime në zemër. Shejtani përpiqet të fusë dyshime në lidhje me fen, me besimin, madje edhe në lidhje me vetë ekzistencën e Allahut ose drejtësinë e urdhrave të tij. Kjo dobëson lidhjen shpirtërore dhe e shtyn njeriu të largohet nga besimi dhe nga adhurimi i Allahut fuqiplot. Shejtani mund ta bëjë njeriu të besojë se disa gjunahe nuk janë të këqija. Deri aty mund ta hapë. Prandaj le të kemi kujdes. Le ta marrim pra shejtanin armik, ashtu siç na thot Allahu fuqiplot. Arsyeja e pestë të largimit pra të njeriu nga Allahu është ndjenja e rreme e pavarësisë apo vetmjaftueshmërisë. Njeriu mburret me shëndetin, apo me pasurinë e tij dhe harron se çdo mirësi është nga Allahu fuqiplot. Kjo ndjenjë pavarësie dhe vetmjaftueshmërie e largon njeriu nga Allahu dhe bëhet i njëjtë me Karunin, i cili ishte në kohën e Hazreti Musait alayhis salam, që kishte pasuri madhështore, i cili i tha se çdo gjë e kishte nga vetja e tij dhe jo nga Allahu. Dhe Allahu është dukur me ata. Kjo ndjenjë, pra ndjenja e të qenit i pavarur, i vetmjaftueshëm, çon edhe në shkeljen e caqeve dhe të kufive, siç thot ajeti 6 dhe 7 në surën Alaq. Por vërtet që njeriu shkel çdo cak, çdo kufi pra, kur mendon se është i vetmjaftueshëm. Sa të shumë pra kemi sot nga këta njerëz. Arsyeja e 6 e largimit nga Allahu është bërja e mëkateve. Kur njeriu fillon të bëjë mëkate, qofshin edhe të vogla, ato grumbullohen në zemrën e tij. Nëse nuk pendohet, ato mëkate ja errësojnë zemrën dhe e pengojnë shpirtin të ndriçohet me dritën e afërsisë Allahut fuqiplot. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali ka thënë: ruhuni nga mëkatet e vogla, sepse ato grumbullohen te njeriu derisa e shkatërrojnë. Pra asnjëherë mos themi që kjo është i vogël, mëkat i vogël, gjuna i vogël. Nuk më bën dëm. Mëkatet e vogla janë si pluhuri. Një grimc pluhuri nuk shihet, por nëse nuk pastrohet për një kohë të gjatë, gjithçka mbulohet nga i pluhur. Prandaj Imam Aliu alayhis salam ka thënë, mëkati më i madh është ai që ti e konsideron të vogël. Sepse mëkatet e vogla pra grumbullohen dhe bëhen të mëdha me kalimin e kohës. Arsyeja e 7 është shoqëria e keqe. Edhe kjo pra është për arsye që e largon njeriu nga Allah.
Njeriu është pasqyre shoqërisë së tij. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali ka thënë, njeriu është në fenë e shokut të tij, prandaj shikoni kë merrni për shok. Shoqëria e keqe e normalizon mëkatin. Shoqëria e keqe është tallse për fenë dhe për besimtarët. Shoqëria e keqe e dobëson turpin, ndjenjën e turpit tek njeriu dhe e largon ndjeshmërinë shpirtërore. Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, ka thënë, mos u shoqëro me atë që të largon nga Allahu. Njeriu mund të mos e kuptoj me një herë ndikimin e shoqërisë së keqe, por zemra ndikohet pa zhurmë. Në ajetin 28 të surës Furkan, Allahu i madhruar thot, sikur të mos e kisha marrë filanin për mik. Një shok apo mik mund të jetë arsyeja e xhenetit. Një mik apo një shok mund të jetë arsyeja e xhehenemit. Dhe arsyeja e fundit është harresa e vdekjes. Kjo ndodh, ose kjo është, mund të themi, arsyeja më e madhe. Sepse kur njeriu harron se do të vdes, ai fillon të jetojë sikur do të jetojë, do të qëndrojë përgjithmonë në këtë dynjë. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë, kujtimi i vdekjes shkatron dëshirat. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali ka thënë, përmendeni shpesh shkatruesin e kënaqësive që është vdekja. Kur njeriu kujton vdekjen, zemra zbutet. Prioritetet e tij ndryshojnë. Ai qëndron larg mëkateve dhe arrin të shijojë ëmbëlsinë e besimit dhe të adhurimit. Kur njeriu mendon se do të vdes, ai nuk i bën keq askujt. Nuk lëndon askënd. Përkundrazi, i nderon dhe i respekton të gjithë, sepse është i vetëdijshëm që pas vdekjes do ketë llogari dhe do të jap llogari për gjithçka që do të bëjë, për çdo lëndim apo për çdo të keqe që ka bërë. Harresa e vdekjes e bën njeriu të guximshëm në mëkat, ndërsa kujtimi, përmendja e vdekjes e bën njeriu të përulur. Të dashur vëllezër dhe motra, pas këtyre arsyeve për që përmendëm, lind pyetja, si të kthehemi apo të rikthehemi te Allahu fuqiplot. Kthimi te Allahu ka rrugët e tij, dhe ato janë: e para, të luftojmë atë nepsin me agjerim dhe disiplinë. E dyta, të pastrojmë mëkatet me kërkimfalje të vazhdueshme. E treta, të zgjedhim shoqëri që na kujton Allahun. E katërta, të vizitojmë varrezat dhe të meditojmë mbi fundin tonë, se edhe ne një ditë do të shkojmë tek ajo banesë e përhershme. E pesta, të pendohemi me pendim të sinqert. Në ajetin 8 të surës Tahrim, Allahu i madhuar thot: ja ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. O ju që keni besuar, pendohuni tek Allahu me pendim të sinqert. Allahu nuk mërzitet nga kthimi ynë. Ai gëzohet me pendimin ton. Profeti ynë i dashur, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali, ka thënë: Allahu gëzohet më shumë me pendimin e robit të tij se sa një njeri që gjen devën e tij të humbur në shkretëtirë. I dashur vëlla dhe e dashur motër, mos mendo se je shumë larg nga Allahu. Dera e pendimit është e hapur. Mëshira e Allahut është gjithëpërfshirëse. Një sejdë e sinqert mund të ndryshojë gjithçka. Një pikë loti në mesnat mund të hap dyert e qiellit. Allahu është afër. Çështja është, a duam ne të afrohemi apo nuk duam? Në ajetin 31 të surës Nur, Allahu i madhuar thot: wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Të gjithë ju besimtar, kthehuni tek Allahu të penduar që të arrini shpëtimin.
sa e mrekullueshme kjo thirrje e krijuesit ton të dashur, falës dhe mëshirues. Allahu na boft për atyre që jemi pra sa më afër Allahut fuqiplot. Allahu ju ruajt, ju mbarësov dhe ju begatov ju dhe familjet tuaja kudo që t'jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju.